dita miq. Mirdita, jemi sërish në takimin tonë në pjesën e 2 programit e Jeta Ne. Këtu në RTS1HD do të jemi me 2 të ftuara dhe 2 momente shumë interesante të programit, përkatësishme artizanale dhe gjithashtu me Ejona Mandin më pas. Do të shkëputemi të dyja bashkë për të vazhduar unë të këndi artizanales. Nësi po pres të shoh çfarë do të sjellësh sot me artizanale. Është një hapësirë shumë e bukur dedikuar një arti të tillë, siç është puna me dorë dhe artizanet. Si e Leva? Ju me Leva Zaimin këtu, me të cilën do të prezantojmë, do të flasim për këto punime kaq të bukura dhe kaq mjeshtërisht të punuara, që kanë lidhje me elementin e gurit. Atëherë, më thuaj e dashur. Kanë pjesën e gurit, do më thënë çdo gjë që është e punuar është vetëm me gurin, mund të ketë disa shtesa të tjera, disa gjëra, produkte të tjera, është art në vete. Sa kohë të merr punimi i një prej këtyre? Në varësi të punimit, në varësi të kornizës që është, mund të marrë një ditë, gjysdite, do më thënë është pjesa. Një kohë të konsiderueshme, duhet të thënë, se një ditë ose gjysdite është shumë. Le ti komentojmë se cilën prej tyre. Këtu kemi është një certifikat baby, që është është e përfunduar? Jo, nuk është e përfunduar. Drejt përfundimit. Drejt përfundimit. Ka nevojë për disa hapa të cilat do t'i realizojmë këtu në studio. Atëherë le të flasim për këto që janë të përfunduara. Kjo është korniza ime e parë. Do të thënë që është nisur fillesa ime. Është kjo, është familja ime. Jemi 5 pjesëtarët. Është korniza ime e parë, pastaj janë edhe kjo, që është për një familje që jeton në Amerikë. E kanë kërkuar, edhe është për pjesën e çelësave të shtëpisë. Pra mund të varim gjëra të tipit çelësa ose diçka tjetër të vogël. Më pas janë këto korniza. Është edhe kjo, është një familje, mami dhe babi, është edhe fëmia, djali. Tu është djeli? Po. Interesante. Më pas, kjo është e ngjashme me atë që do të përfundojmë këtu në studio? Këto janë këmbët e bebit, që do përfundojmë në certifikata. Edhe kjo është po e njëjta. Janë 3, është edhe kjo këtu, kjo edhe pjesa tjetër, kjo certifikata, janë 3 vajza që ka kërkuar mamaja vetë për vajzat. Shumë punime të bukura, të tregojmë pak edhe, ky është një çift i dashuruar, sa i bukur, nuk e di për ta, është një çift, besoj në ditën e tyre të martesës në momentin më të bukur atë të shkëmbimit të puthjes. Janë kujtimet të çifteve që duan t'i lejnë në histori, në memorien e vetë. Në një formë shumë të veçantë, dhe certifikata tjetër. Kur keni filluar me këto punime, me këto tipologji punimesh? Para në 2019. Do të thënë që ka filluar pjesa e punimeve, pastaj hap pas hapi. Nisi si një punim për veten tënde, për familjen tënde, dhe pastaj the pse jo mos ta kthej. Është një diçka që unë e bëj, pse mos ta bëj fitim prurse dhe ti një biznes. Ka nisur nga diçka e vogël dhe dita ditës pres që të eci, të rritët si. Kur ka qenë periudha që po punoje më intensivisht, që të kthye si një punë më zakonshme? Pjesa kur ishte Covidi, që u mbyllën, edhe ishte ajo pjesa që ishim dhe pauzë, edhe diçka që të merrnim me pjesën e kohës. Ka punime që i bën me gur specifik, që mund të t'i sjellin vetë personat që i porosisin, ose që ti i ke kërkuar në vende të ndryshme, për shembull, ke shkuar pjesa e jugut, Shqipërisë. Jugu i Shqipërisë se ka gurin më të pastër, edhe është pjesa që ka edhe më shumë më kërkime, që mund të gjesh në llojshmëri shumë. Pra nëse kur ishim të vegjël kërkonim për guacka, ti tani më kërkojmë gurët. Sa më të veçantë, ndoshta sa më të pastër. Ka specifika të ndryshme. Ndonjëherë kërkon të veçantë, ndonjëherë kërkon të ishte pastër dhe formë korrekte. Po, ke gura që i gjen në forma të ndryshme, mund të gjesh edhe në forma zemre, mund të gjesh në forma ka të ndryshme në formën e trupit të një njeriu ose i kombinon me elemente të tjera, të tipit dru ose guack. Po. Është kjo këtu, që është pjesa e gurit edhe guacka. Do më thënë që është, mund t'i kombinoj pjesën e fustanit. Dhe elementin e luleve të thata, pastaj që shtohen. Dhe elemente të satenit në formën e lules.
Janë të ndryshme, Vellës. lulet janë natyrale, që mund t'ja shtojmë të pjesa e punimit, janë të ndryshme pjesët e punimeve, po më shumë janë kërkesat e certifikatave të bebeve, sepse mbetin edhe më gjatë në memorjen ose në kujtimet e familjeve, janë dhe familjet që janë pjesëtarët, janë të ndryshme porosi që mund të vinë. Ka dhe nga ato porosi, për shembull, që kanë ardhur, është bërë vetëm çifti, e kanë rikthyer se janë shtuar me fëmijë dhe e kanë shtuar prapë edhe një pjesën e kornizës. Ndryshime te korniza. Ka të ndryshme pjesë punimesh. Punimi i fundit që ke realizuar ka qenë një nga këto këtu? Po, një nga këto këtu, edhe më i fundit fare është ky këtu. Që do të përfundojmë këtu në studio. Le të vazhdojmë atëherë, ndërkohë që mos ta lëm për moment fundit edhe pastaj të nxitohemi. Janë vendosur zemrat, është një zemër sipër që është emri i bebit. Janë pesha, janë centimetrat e lindjes, janë minuti, ora, është data edhe dita kur ka lindur. Pastaj pjesët e këmbëve. Këtu është pjesa që mund vendosi një fotografi prindi, mund ta sjellin edhe që mund t'ja vendosë unë, edhe ka dhe nga ato që nuk i sjellin dhe mund t'ja vendosin vetë kur i dërgohet porosia. Që mund t'a zgjedhin vetë fotografinë si duan. Ka klientë që kërkojnë element specifik të shtuar përveç pjesës së fotos, që kanë ndoshta ndonjë simbol që është domethënës për ta, ose diçka tjetër, apo në përgjithësi i duan siç i keni ju format... Po, pak a shumë i shikojnë tek faqja, domethënë pjesën e asajt, mund ketë edhe nga ato që mund bëjnë një ndryshim të vogël. Para përfundimit është pjesa që unë e dërgoj një herë si para se ta mbyll si punë, ja dërgoj klientit që është në diçka është okay, ose është diçka që mund të shtoj sipas dëshirës vet. Po ka dhe nga ato që shtojnë, ose dhe kanë dhe nga ato që e lejnë në dorën time, që mund ta vazhdoj sikur është, domethënë pjesa ka të ndryshme. Ti po përdor një ngjitës, që është besoj goxha e fortë. Po, është goxha e fortë sepse e kam këtë si pjesë që momentin që kur të dërgoj porosin tek klienti, dua që ajo të jetë afatgjatë. Domethënë ta ketë afatgjatë, mos të shkojë dëmtuar, të jetë sa më e rregull si pjesë porosia. Ti punimin e parë ke pas në vitin 2019 që e ke realizuar për familjen tënde, për veten tënde. Të është dashur e pasere të ndërhysh për të ringjitur ndonjë element? Jo, apo ka qëndruar... Jo, nga këto pjesat nuk kam lëvizur asgjë, vetëm thjesht kam shtuar, është shtuar lulja, është shtuar dhe guacka me pjesën e lulës tjetër. Pjesa tjetër ka qëndruar shumë mirë. Është stabil, po. Nuk ka lëvizur, domethënë i bie goxha vite, edhe është pjesa që është okay. Pra, diku rreth 6 vjet, 5-6 vjet, ka qëndruar shumë mirë dhe besoj do të qëndrojë edhe për disa të tjerë. Ndaj edhe për çdo punim tjetër, është minimalja 5-6 vjet që qëndron pa pasur nevojë për të prekur përsëri. Këtë kam pasur primare tek pjesa e punës time që dua të ketë sa më shumë afatgjat ose më jetë sa më e rregull dhe cilësore si produkt që dua ta dërgoj. Për pjesën e punimeve, ti ke disa tipologji punimesh, ishte ai që pam që mund të varen çelësa ose diçka tjetër, ke edhe në formën e kornizave, frymëzohesh vetëm në momente të caktuara dhe mendon të shtosh format të tjera të këtyre punimeve, apo frymëzohesh edhe nga rrjetet sociale? Edhe nga rrjetet sociale, po pak a shumë më ndjek atë idenë time. Dua të jem, domethënë, të ketë produkti vetëm originalitetin tim. Okej, mund të marr pjesë nga rrjetet sociale, po pak a shumë dua të shtoj vetëm idetë e mia dhe të jetë produktive të... Cila është periudha që ka më shumë kërkesa? Gjatë periudhës tani të dimrit që janë festat e fundvitit? Edhe pjesa e dasmave. Se kërkojnë edhe pjesën po verës, për çiftin, sa për martuar, domethënë që të jetë nusja me dhëndrin, ka të ndryshme, nuk është se është një neutral. Në përgjithësi klientët që ke pasur të kanë ardhur nga rrjetet sociale apo nga fjala e gojës, siç e thon, nga njëri te tjetri? Po, dhe nga ajo edhe nga rrjetet sociale. Edhe pak mikesha, domethënë në pjesa e zgjerimit të rrjetit, edhe ajo ka ardhur. Po ka dhe nga ato që kanë marrur herën e parë, janë rikthyer prapë, kanë marrë për
mikeshat e veta ose përpushërirat, kam shumë nga këto të tilla që janë të ndryshme kërkesat. Pra, format janë të ndryshme. Ne urojmë që të shtohen gjithmonë më shumë njerëzit që kërkojnë punime artizanale të punuara me dorë, më shumë kreativitet dhe më shumë dashuri. E ke kthyer në punën tënde të parë, në sensin që është fokusi yt për momentin apo akoma e ke në formën e pasionit? Pasionit, edhe shpresoj që të jetë në fokusin tim të parë. Kjo është dëshira ime. Ka ndonjë person në familje që të ndihmon? Djali vogël. Ai futet pak a shumë te pjesa e këtyre, zgjedh pak pjesët e gurëve sepse është diçka që ti mund ta marrësh gurin, po do ta përzgjedhësh të gurat, cilat i përshtatet me pjesën e kokës, cilat përshtatet me pjesën e trupit ose të këmbëve. Domethënë janë specifike pjesët e zgjedhjes së gurit. Janë shumë është e lezetshme si futesh në botën e asaj edhe nuk Dhe besoj është një moment shumë interesant dhe shumë i bukur familjar edhe fakti që punon bashkë me djalin e vogël. Po, ai është pjesa e tij, domethënë është që më vjen edhe mami ta bëjmë këtë edhe është okay. Është ndonjëherë e vështirë sepse ti kërkojnë njerëzit jo thjesht ti blejnë tek ty, po ndonjëherë ti kërkojnë në formën e dhuratës, në familje, në familjar. Se është problem, është si puna e saj, një këngëtare ose ndonjë humoristi që i thonë më këndo ose më thuaj ndonjë batut tani. Të ndodhe edhe ty që thonë, shiko se kam fejesën ose martesën? Po, ndodhe nga të tilla raste. Dhe është kënaqësi kur tjetrin e kënaq edhe ndjehet është me të vërtetë kënaqësi e madhe kur ti adhuron diçka dhe ai tjetri kënaqet. Vërtet, janë punime shumë interesante në fakt, miq, sepse vinë në një formë tjetër, përveç se shumë kreative, edhe paksa me hilaritet ndonjëherë, sepse varet se si dalin gurët, si vendosen. Mua më bëri përshtypje shumë kjo e çiftit, që ishte shumë e bukur, edhe vendosje. Është diçka që pak a shumë qëndroj ke natyralja, dua që të jetë sa më edhe sfondi të jetë pak i bardhë, sepse t'japi tamam atë pjesën e vlerës së gurit, që të dali edhe punimi sa më i pastër, sa më i qetë. Domethënë më i pastër. Më pëlqen kjo pjesa që ndroj pak a shumë te natyralja, kurse me certifikatat e bebeve lëviz pak me ngjyrat. Do t'ja sugjeroje personave të tjerë që u pëlqejnë punimet me dorë, artizanatin përgjithësi, që të fokusoheshin edhe në këtë lloj punimi? Po, është diçka që është art. Është të jep një kënaqësi shumë të lezetshme, është pjesa produktive, është diçka shumë e bukur. Pra edhe pjesa e klientëve është, le të themi, ka njerëz që e duan këtë lloj punimi dhe që nga ato që janë i duket si diçka e veçantë, diçka e lezetshme, e marrin, ka të ndryshme pjesë. Në rrjetet sociale ke vendosur emrin tënd apo ke vendosur një emër të caktuar? Jo, edhe emrin tim Handmade Eva. Okej, pra që mund ta gjeni nëse edhe ju kërkoni një punim të tillë të personalizuar për familjarët tuaj, për fëmijën që mund të keni sjellë në jetë dhe doni të realizoni një certifikat të tillë, ose për thjesht një portret familjar të sjellë në punime me gur të vegjël edhe me elemente të tjerë. Ishim me Etlevën. Etleva Zaimi ishte këtu në studio për të na treguar disa nga punët e saj të realizuara me dorë dhe me gur. Tani është momenti, faleminderit. Faleminderit.